Edhe prania të policisë atje. Prania e policisë ka qenë mjaft e gjatë, por me aq so kam por unë arrestime nuk kemi pasur, sepse nuk mendoj se ka pasur arsye që të ketë arrestime, sepse gjithë protesta deri më tash ishte tejet e qetë, paqësore, demokratike, duke kërkuar thjesht që të respektohet kjo gjuhë. Pra ne nuk po kërkojmë as diskriminim pozitiv, as trajtim më të veçantë se nga komunitetet e tjera, prandaj nuk është të arsyeshme që të ketë as arrestime. Tani në këto momente ende po dëgjohen pjesëmarrës në protestë, po pse tashmë veç ka ardhur fundi i kësaj proteste? Edhe pse jemi në shpërndarje të protestës, le të themi, ende ka qarkullim të qytetarëve, normalisht që do të ketë edhe kolona, sepse pjesëmarrja ishte shumë e madhe dhe po qëllimi dhe mesazhi kryesor është që protesta ishte shumë e suksesshme në pikpamjen time për shkak se ishte paqësore dhe e dërgoi mesazhin që e kishte ashtu të pastër, pa u ndikuar nga partitë politike dhe pa pasur ndonjë incident. E qartë, Krasniqit falenderit shumë për këtë lidhje drejt për drejt në gazetë, drejt për drejt nga Shkupi. Falenderit shumë. Falenderit, merci. Të nderuar